që mund të përjetohet vetëm një herë në mijëvjeçar. Ndeshja midis idesë shqirimtare dhe robërisë ka marrë për masa ekzistenciale për kombin, për rrethmërinë e tij. Në këtë pikë kritike ballafaqohen disa realitete që me natyrën e tyre përcaktojnë zhvillimet e ngjarjeve dhe proceseve të kësaj lufte shqirimtare. Mbi një muaj e gjysmë Kosova po takohet me fenomenin e shpërnguljes së madhe të shqiptarëve. Derisa Aleanca Veriatlantike vjet në mbrojtje të popullit të rrezikuar me një luftë fisnike që shkatërron makinerinë e luftës së diktatorit Milošević, duke treguar e përsi të pakontestueshme, poruan popullatën civile serbe deri në kujdes maksimal. Përkundër kësaj, forcat policore, paramilitare dhe ushtarake të diktatorit dhe kriminalit Milošević me egërsit papar pastrojnë etnikisht trojet shqiptare, qytete të tëra, vrasin dhe masakrojnë popullatën civile të parmatosur dhe të pafajshme. Në tërë këtë çekuilibrim të madh, e vetmja forcë kombëtare që mbeti në trojet shekullore është ushtëria shqirimtare e Kosovës, e cila hyri në vitin e saj të dytë të luftës së hapur për liri. Ajo duke larë me gjak tokën stërgjyshore, po shkruan epopen më të lavdishme të rezistencës. E bërë një sfidë e patejkalueshme në terren për forcat ushtarako-policore serbe, së bashku me popullatën që është veshur maleve, po dëshmojnë se janë të kota përpjekjet për të zhbërë substancën e përjetshme kombëtare të popullit shqiptar në Kosovë. Duke qenë në terren, aty ku duhet të frymojë qëndësia shqiptare, ushtëria shqirimtare e Kosovës, luftëtarët e lirisë dhe ajo popullat që përjeton Golgot, por nuk shpërngulet, edhe njëherë sikur vënë përpara sprovës morale tërë botën shqiptare, patriotët, politikanët, intelektualët, partitë politike dhe njerëzit me dikim të caktuar në shoqëri. Përkraja dhe mbështetja plotë e kësaj force kombëtare që bën luftën shqirimtare nuk është më vetëm detyrë morale, ajo është bërë çështje ekzistenciale. Përkraja që i bëhet ushtërisë shqirimtare të Kosovës është përkraja jo vetëm e idesë së lirisë, por edhe e substancializmit të saj. Në kohën kur etiketimet ideologjike, mbjellet e dyshimeve, psikologjia përçarse, mosveprimi si komoditet robërie, shpifjet, denigrimet dhe veprimet e tjera destruktive janë bërë natyrë dytë e disa forcave politike shqiptare, grupacioneve, klaneve dhe tarafeve pseudo-patriotike, lufta dhe përgjakja e djemve të ushtërisë së shqirimtare të Kosovës edhe më shumë shpërfaqet me madhështinë dhe fisnikrinë e saj. Është i pamoralshëm dhe politikisht i pafalshëm qëndrimi i asaj klase politike, individëve me ndikim që në media nuk hezitojnë që të hedhin në qarkullim etiketime dhe mallkime të tipit mesetar kundër ushtërisë së shqirimtare të Kosovës dhe luftëtarëve të lirisë. Mjafton të shihet strategjia themelore e planeve sekrete dhe atyre publike të shtabeve ushtarake dhe politike të Miloševićit për të vënë pas se kush është pengesa themelore e këtij regjimi në Kosovë. Në paragrafin e parë të planeve të tilla, në njësinë qëllimi është pikërisht shkatrimi i ushtërisë së shqirimtare të Kosovës dhe jo ai individëve apo partive politike. Në situata të tilla të rrezikshme për kombin, kërkesa për bashkim rreth forcës që bart barrën e luftës shqirimtare nuk është vetëm thirrje morale. Ajo është përgjegjësia më e thellë e ndërgjegjes kombëtare dhe vetdijes shtetformuese për ata që nga ky popull nuk synojnë vetëm të zhvasin dhe të përfitojnë për interesa individuale, por për të sakrifikojnë dhe gjenden pranë në ditët më të vështira. Luftëtarët e lirisë, së paku në këtë fund shekulli, ndërgjegjen do ta kenë të pastër përballë Kosovës.